Ka një lutje profetike, që mund të bëhet shkak dhe sebeb, për zgjidhjen e të gjitha problemeve tua, dhe që mund të kthej pikëllimin tënd në gëzim, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kush thot: O Allah, ti je Zoti im, unë jam robi yt, biri i robit tënd dhe i robëreshës tënde. Balli im është në dorën tënde. Mbi mua zbatohet vullneti yt, i drejt është gjykimi yt, po të lutem me çdo emër që të takon ty, me të cilin e ke emërtuar veten, që e ke shpallur në librin tënd, apo që ja ke mësuar dikujt prej krijesave të tua, apo që e ke mbajtur të fshehtë në diturin tënde. Bëje Kur'anin pranver të zemrës sime dhe dritë të gjoksit tim, me të ma largo brengën dhe mërzin time, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kush i thot këto fjalë, patjetër që Allahu do t'i jap zgjidhje problemit të tij, dhe të gjithë pikëllimin e tij do t'i kthejë në gëzim. I than: O i dërguar i Allahut, a duhet t'i mësojmë këto fjalë? Tha: Po, patjetër. Kushdo që i dëgjon, duhet edhe t'i mësojë.